përshëndetje të dashur, në këtë video do të shpjegoj mohimin, pra si themi diçka kur nuk është ose nuk kemi. Pra kjo bëhet me dy fjalë, edhe atë kanë mohimin dhe nicht. Pra të dyjat e kanë kuptimin e mohimit, pra nuk është diçka ose nuk kemi diçka. Pra kanë është një negativa artikël, ashtu quhet, pra artikull negativ ose e mohimit, edhe atë në për rasa si që shifni kështu bëhet lakimi. Si bëhet pra lakimi? Nëse e keni mbajtur në mend në gjatë videove më hershme që i kam postuar, gjithnjë duhet të mbani në mend pra se si bëhet lakimi i artikullit të pacaktuar. E pastaj krejt lakimet tjera, do me thonë, i merrni për bazë të këtij lakimi. Pra ajn, artikulli i pacaktuar, pra ajn. Është shumë me rëndësi ta mbani në mend se si kjo lakohet në për rasa. Pra nëse është ajn, bëhet kajn. Nëse është ajne, bëhet kajne. Në neutral ose në gjinin asnjënëse, gjithashtu është ajn, dhe përsëri mbetet kajn, sikurse te gjinia mashkullore, dhe plural në shumës është ajne ose di, më falni, ajne nuk ka, do me thonë kur kemi shumësin plural, ashtu kemi thonë edhe më herët, pra nuk ka ajne, sepse vetë fjala plural nënkupton shumësin, prandaj edhe nuk ka ajne, një që nënkupton pra ajne. Aty kemi di ose kajne. Kjo pra sa i përket në rasën emrore lakimit. Pastaj në rasën kallëzore, prej ajn ajo bëhet ajnen, ose nëse keni mbajtur mend artikullin dea në nominativ prej dea në den, atëherë edhe prej ajn në nominativ bëhet ajnen. Kjo den e në, pra e në e merr prapashtesën edhe te artikulli i pacaktuar ajnen, dhe kur jemi tash te mohimi kajn, atëherë ajo bëhet kajnen. Këtë prapashtesën en, pra e merr te artikulli negativ, pra ajnen në rasën kallëzore. Kurse te gjinia femrore dhe neutral ose asnjënëse, sikurse e keni hasur pra në tabela tjera, ajne te gjinia femrore ose di shembull shvesta, ajne shvesta, një motër, ose kajne me e, pra mbaresën e, zanoren e merr pra gjithsesi te artikulli mbrapa. Kurse në rasën asnjënëse, pra është ajn, nisoj sikurse te gjinia mashkullore, por këtu tash në rasën kallëzore ajo mbetet das, prandaj edhe këtu kemi ajn dhe artikulli negativ është pra kajn. Kurse te shumësi ajo kajne mbetet me e, sepse është di. E tash në rasën dhanore e merr prapashtesën e më, këtë do ta mësojmë edhe te lakime, dhe me thonë kur ta bëjmë edhe më gjerësisht, por tani vetëm për shkurtimisht. Pra dativ është rasa dhanore, emrat e gjinisë mashkullore dea, në dativ bëhen dem, ajo prapashtesa e më, pra i jepet edhe artikullit të pacaktuar ajnem, edhe artikullit mohues ose negativ artikël kajnem. Kurse te gjinia femrore ajo bëhet er, sepse e kemi di shvesta, dea shvesta në dativ, pra në rasën dhanore, prandaj ajner shvesta dhe te mohimi kajner. Pra gjithnjë e merr prapashtesën njësoj sikurse te baza. Pra baza është pra kur ju kam shpjeguar edhe më herët te tabela tjera, tabela bazë është kur e keni lakimin e artikullit, e pastaj në bazë të atij lakimit të artikullit ashtu i marrim prapashtesat edhe tash për emrat pronor, por edhe mohimi në këtë rast. E kështu me radhë. Pra që mos ta zgjatim më shumë, mund ta shikoni më hollësisht tabelën edhe një herë. Tash këtu kemi pra kuptimin e kajn mohimit. Çka nënkupton kjo? Kajn. Kur mohojmë me kajn? Me kajn mohojmë një emër me një nyje të pacaktuar. Do me thonë kur kemi ajn e bëjmë kajn. Pra do të shohim në vazhdim pra te shembujt. Ose edhe pa nyje. Pa nyje nënkupton, do me thonë kur nuk kemi deadidas ose kur nuk kemi ajn. E tash, nicht, kur pra përdorim nicht? Përdorim për të mohuar foljet, mbi emrat, ndaj foljet, ose emra me nyje të përcaktuara kur e kanë përpara pra deadidas emrin. E tash, këtu pra bëjmë lakimin e artikullit kajn në rasën emrore. Edhe atë, gjinia mashkullore dea, shembull e kemi shembullin hund. Kur themi das ist ein Hund, ky është një qen,
kur e mohojmë se nuk kemi qenë, themi das ist kein Hund. Pra, ein Hund, kein Hund. Nuk mund të themi das ist ein Hund e pastaj të themi das ist keinen Hund, sepse nëse themi keinen, atëherë është lakimi pra në rasën kallëzore, prej deja në den. Pra ein, kein, einen, keinen. Këtu jemi në rasën emërore, prandaj në rasën emërore nominativ është ein, prandaj edhe mohimi mbetet kein. Das ist ein Hund, ky është një qen, das ist kein Hund. Ist Lehrer, ist ein Lehrer, ky është ose ai është një mësues, dhe ist kein Lehrer, nuk është mësues. Kush nuk është mësues? Ai. Pra, gjinia mashkullore. Ist kein Lehrer. Ein Lehrer, kein Lehrer. Për gjinin femrore, femininum ose di artikullin që e kanë emrat, pra e kam shembullin si më poshtë. Sie ist eine Ärztin, ajo është një mjeke ose doktoresh, dhe e kundërta nëse nuk është, themi sie ist keine Ärztin. Pra, nëse kemi eine, në mohim bëhet keine. Çka kemi mohuar këtu? Emrin. Pra, gjithnjë kur keni emra, e boni me kein mohimin. Pra, me nicht jo, po me kein. Kur keni emra. Këtu tash kemi përsëri emrat e gjinisë asnjënëse, akoma jemi pra te rasa emrore, se si bëhet lakimi dhe si formon fjalit me mohimin kein. Das ist ein Haus. Haus është emër i gjinisë asnjënëse. Prandaj këto i kam ekstra, pra i kam bërë me ngjyrë që ta kuptoni. Pra shembulli i parë ishte me të kaltërt, pastaj shembulli i dytë me të kuqe për gjinin femrore, kurse tani kemi shembullin me gjinin asnjënëse. Prandaj ein Haus. Kurse kein e kam bërë me të kuqe që ta dini se është mohim. Pra, megjithatë, Haus mbetet përsëri gjinia asnjënëse. Das ist ein Haus, das ist kein Haus. Ein Haus, kein Haus. Pra, kjo është një shtëpi dhe kjo nuk është shtëpi. Dhe për së fundmi, dhe me thonë në rasën emërore lakimi, bëhet fjalë për shumësin, plural pa ein. Pse pa ein? Sepse plural vetë në kupton se është shumësi. Das sind, këtu edhe foljen e ndryshojmë, në vend se të themi ist, deri tani që e keni pa, këtu kemi thonë sind. Das sind Blumen, këto janë lule. Pra, lule, Blumen, tash pse e kam nënvizu, ose e kam bo me ngjyrë n, sepse Blume është në njëjës, Blumen në shumës. Das sind keine Blumen, nuk janë këto lule, atëherë themi vetëm keine këtu, sepse ein nuk kishim. Këtu pra përdorim vetëm foljen, das sind kur themi se këto janë lule, pa thonë një, sepse është në shumës, kurse das sind keine Blumen, nuk janë lule. Pra keine e përdorim në shumës, kurse ein jo, sepse nënkupton vetëm njëshin. Tani kemi lakimin e artikullit në rasën kallëzore, edhe atë me shembullin. Sie trinkt einen Kaffee, ajo pi një kafe, dhe sie trinkt keinen Kaffee. Atë që e thash pak më përpara, pra nëse është ein Kafe, sepse kafe është emër i gjinisë mashkullore dea kafe, pra einen Kafe është në lakimin në rasën kallëzore, prej dea në den, edhe artikulli i pacaktuar ein e merr prapashtesën n, siç thash më herët, dhe artikulli i mohimit pra kein e merr n, gjithashtu prapashtesën dhe ajo bëhet keinen, pra lakohet në akuzativ, në rasën kallëzore. Sie trinkt einen Kafe, sie trinkt keinen Kafe. Ajo nuk pi kafe, kur nuk pi kafe, pra themi keinen Kafe. Sie trinkt keinen Kafe. Pastaj, emër i gjinisë asnjënëse. Auto, ich habe ein Auto, kam një makinë ose një vetur, dhe ich habe kein Auto, nuk kam një makinë ose një vetur, pra ein, kein mbetet këtu edhe te rasa kallëzore njësoj, sepse ashtu siç kemi mësuar me tabelet më herët, pra das në rasën emërore, në rasën kallëzore mbetet das, prandaj edhe artikulli i pacaktuar ein është njësoj, ein auto në rasën kallëzore, dhe kein artikulli i mohimit ose negativ, pra gjithashtu është pra njësoj sikurse artikulli i pacaktuar ein, pra ein, kein auto. Pastaj shembulli i fundit është me emër të gjinisë femërore, edhe atë sie kauft eine Tasche, sepse Tasche është emër i gjinisë femërore, është me të kuqe pra nënvizuar eine,
Kurse me të kuqe përsëri e kam lënë për shkak që kemi mohimin sie kauft keine Tasche. Die Tasche, die në rasën emërore, die në rasën kallëzore, eine në rasën emërore, eine në rasën kallëzore dhe gjithashtu kur bëhet fjalë për negativ artikël keine, atëherë ajo atë e-ën te eine e merr pra edhe te keine. Pra keine Tasche, sie kauft keine Tasche, ajo nuk blen çantë, nën kupton. Kurse këtu kemi tash mohimin e fjalive me nicht. Kur pra mohojmë me nicht, këtë e treguam në fillim, pra mohimin kur kemi ndaj folje, kur kemi mbi emër, kur kemi folje e kështu me radhë. Edhe atë fillojmë me shembullin e parë. Er kommt heute, ai vjen sot, er kommt nicht heute. Ose mund të thoni er kommt heute nicht. Nicht pra mund të ta shkruani edhe në fund të fjalisë. Pra bëhet mohimi i ndaj foljes heute. Das Haus ist groß, das Haus ist nicht groß. Pra këtu çka mohojmë mbi emrin groß. Prandaj e kam nënvizuar dhe e kam bë pra edhe më të errët që ta kuptoni se çka mohojmë. Pra nuk kemi këtu emra. Kur kishim emra ato shkruan me të madhe dhe mohimi bëhet me kein, kurse kur nuk kemi emër këtu, emër kemi, por mund të keni emër, po para emrit duhet të keni artikull pra. E tash fjalia tjetër në vazhdim është das ist der Lehrer, pra që rastin që përmenda pak më herët, das ist der Lehrer, das ist nicht der Lehrer. Pra, këtu kemi mohimin e një emri me nyje të caktuar. Nyja e caktuar pra është artikulli. Artikulli në këtë rast është der. E kam nënvizuar me të kaltër që ta kuptoni se kur keni pra artikull ose nyje para emrit, atëherë mund ta vendosim nicht negacionin. Pastaj shembuj tjerë, ich sehe den Hund nicht. Unë nuk e shoh qenin, isst nicht, ai nuk han, wir fahren nicht nach Hause, ne nuk shkojmë në shtëpi, sie spricht nicht Deutsch, mohimi i foljes është këtu pra bëhet fjalë për spricht nicht, pra nuk flet, ich habe das Buch nicht gelesen, nuk e kam lexuar librin, pra gelesen mbas nicht, që nuk kupton edhe këtu bëjmë mohimin me foljen lesen. Dhe për së fundmi do t'ju jap disa shembuj për ushtrim, edhe atë siç e shihni janë prej A deri në G disa fjali pra që ju kam dhënë juve që të mendoheni pak se si mund t'i bëni pra dallimin, si mund ta bëni dallimin se si do të vendosni a kein apo nicht mohimin, edhe atë me shpjegimin që i bora deri tash, shpresoj që e keni kuptuar, por nëse nuk e keni kuptuar mund të më shkruani edhe atë pastaj i merrni përgjigjet në bazë të interesit se kush e shpreh për këto detyra. Faleminderit. Abononu në kanalin Deutsch mit Makbule që të përfitoni nga videot e mia. Ju faleminderit edhe një herë që më shikua dhe ndjekët. Shpresoj të keni mësuar diçka nga kjo video dhe mirupafshim deri në videot e tjera. Për të mirë. Auf Wiedersehen. Tschüss.